Po. Tani, shqiptarët kanë bërë më shumë për Turqinë se sa Turqia për Shqipërinë. Sepse 33 kryeministra bashkë Sadrazam kanë drejtuar peranorinë osmane në cilën e kam libri tjetër. Vezirë të mëdhenj. 28 kryeministra dhe me qindra general. Dhe mas tyre, erdhi ata turku me origjinë nga Goloborda, dëtoi shtetit demokratik ligjor dhe laik Turqisë. Se ata turku është me origjinë nga Ema. Goloborda. Nga Ema. Jati. Nga Jati? Nga Goloborda, në Selanik, nga Selaniku në Stamboll. Sa i Selanik ka jetuar? Ai vajti ai, po gjyshi i Sakarau. Ec Goloborda shtëpia, është bësh ajo muzeumi. Ky nga Selaniku shkoi në Stamboll dhe vazhdoi gjithë akademitë u bë shef shtabrëgjishëm. Ata turku është nga Goloborda. I Forës Prerë. Wow. Unë kam hyrë në arshivat në Turqi, i Forës Prerë. Foto tjetër? Edhe kjo bile nuk e shprete, po thonë se sërgjyshe sa është nga peja. Po, nuk të pyet akoma. Duke qeshur e thashë ma bëri kështu mua. Sepse dhe ata turku... Je ke pyetur? Sepse dhe ata turku djoj, nuk thosha se jam shqiptar. Por ama, gjithë bodyguardet e ti e morën dhe shqiptar. Nuk e thoshe që jam shqiptar? Jo. Po pse se thoshte? Vetë thoshe dhe morë Shqipërinë. Qillerin që ke origjinë nga peja, çfarë tha? Ja bëri kështu? Mos ma meri për kështu, sepse tani kanë moment fare. Kur shkonë me Hilton në Sheraton, se mene pjesë të ceremonit në koktejet e ditës kombëtare të shteteve 110 ambasador, dhe të forcat armatosur 90 atashe ushtarak, pa 200 ne dhe ishim në Hilton në Sheraton. Kur vinë dhe kjo, janë dhe shpitarët, Sam Shekonte, Nasës Sënëz, Albajon, dhe habiteshin si jeni zote kolonel, dhe gjithë personel diplomatik habiteshin, si shte mundur, që kjo kryeministre pikrisht atashe ushtarak Shqipërisë. Pse? Sepse kryuam ato marrëdhënie bashkëpunimi të sinqerta, dashamirëse. Plus që gjaku duhet të jetë shqiptar. Foto tjetër. Çfarë ishte sigurimi i shtetit? Ishte një institucion që mbrojti shtetin apo një institucion kriminal që mbrojti regjimin komunist Enver Hoxhës? Tani janë dy drejtori qendrore. Është drejtoria e sigurimit të shtetit që quhet kundër zbulimi, që vepron brenda territorit të Shqipërisë. Është drejtoria e zbulimit që vepron jashtë Shqipërisë. Drejtoria e zbulimit ka mision për ndjekur veprimtarinë e shteteve dhe personaliteteve të tjera kundër Shqipërisë. Nësa kundër zbulimi, ky sigurisht autoritar, është veprimtarinë që kryhet brenda Shqipërisë, kundër zbulim. Dalloni këto dy? Dallimi më shumë. Qa bëni këta brenda? Këta kanë pat problemet dhe tyre që i drejtojnë dhe politika dhe ka bërë kabinete të tyre. Ama! Shumë but efekt. Ama! Kanë bërë krime. Dhe kanë bërë. Ama, zbulimi i shtetit nuk kishe këtë mision. Nuk e kishe. Kishe sigurinë në botën adheut, nga të huajt. Pra du bërë dallimi. Nuk kanë kulturën e nevojshme shqiptarë, kanë trojnë. Janë dy drejtori me mision e këtë përshme. Pra, drejtoria e zbulimit, pra kundër zbulimit, pra drejtoria e parë e sigurimit të shtetit kjo Ministri e Brendshme dhe drejtoria kundër zbulimit në Ministrinë e Brendshme kanë kthjellë pasoja në trajtimin dhe në ekstremizmin që kanë bërë njerëzit. Siç u bën deri tek Mehmet Shehu dhe Kadir Hasbiu. Do të pyes, foto tjetër. Çfarë foto është kjo? E ke këtë foto, e ke parë në këtë? E kam parë. E ke parë? Ai përgatiti këta gjithë që dorë kundër atij. Të gjithë ai përgatiti. Tani ti ke me Enverin me As me njërin. Me Shqipërinë. Me Adheun. Po si përfundoi? Janë kalimtar gjithë. Si përfundoi drejtori i sigurimit në Pushkatin? Cili drejtori i sigurimit? Kadri Hasbiu ka qenë një nga drejtorët e sigurimit dhe pastaj ministri i Brendshëm. Po. 30 vjet ministri i Brendshëm. Kadri Hasbiu ka qenë ministri i punëve të brendshme me shehut më i afti. Më i thelluari dhe më koordinuari dhe grupi Xhevet Mustafas u bë skenari pikërisht për ta futur në ligjin e azhësimit Kadri Hasbiun. Të cilin na e trego, po e kam lexuar më shumë. Na e trego historinë e grupit Xhevet Mustafas sepse është një nga pikat, një nga momentet më të rëndësishme vetë në libër. E mbyllë zyrtarisë zbulimit të shtetit. Se era i fundi. Xhevet Mustafa ishte një njeri dihet kush është pa vlerë në Shkodër o Arratis. Dhe shkojnë në Amerikë, hanë dhe pinë dhe andeje poshtë e lashtu fare dhe UDB-ja, e ndikje me vëmendje ambasade UDB-s, oficialet e zbulimit të UDB-s. Dhe UDB-ja kishte një femër shumë të bukur me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Agjen e tyre dhe i fut atë femër e bukur. Dhe u dashuruan, u lidhen. Dhe i bëjnë pasaport me emër tjetër
me një fund e kanë pasaportën. Ati edhe fillojnë përgatitje për asjenë Shqipëri. Zbulimi jo nuk shërën në erë akoma. Farë? Nuk shërën akoma fillimit kështu farë. Me çfarë synimi, me çfarë synimi ta hedhën në Shqipëri? Krijimi në Shqipëri të vazhdimit të konflikteve të vllavrasjes në Shqipëri. Ardhja do të organizohej si kur shartë të vrarë Hoxhën. Si të vësë Hoxhën? Me 30 vësë Hoxhën për? Me 30 do vinë në Rogina këtu të vëne. Ta themu. Dhe? Me 3. Me 3 merdhi. Dhe një agent shqiptar në Maqedoninë e Veriut jetonte në Amerikë. Dhe ishte agenti shtetit tonë. Paguaj dhe pret biletën avionit, hip në avionit nga Amerika në Romë. Nuk ishe për biletën në Romë i Tiranë, mos bide vazhdimësia tia. Ndonjë në Romë, të nesë pret biletën Romë, Itali. Romë Tiranë? Rinës. Zbritin e Rinës, kështë telefonin ati do të komunikonte. E mori telefonin Britan Rinës. Drejtori zbulimit, të jashtëm, agentoror, me tjetërin, shko në Rinës, ishtë një dhome posaqeve të janë pritur. Ate u shkon dhe të seko para. Sigurimit, e shërbimit sekret? Zbulimit të jashtëm. Zbulimit të jashtëm, po. Sigurimit të punë. Zbulimit të punë. Dhe u thot, filani, ka këtë dashnore, është kjo mision, do lëvizi nga Amerika, do shkoj në Australi. Nga Australi në Suedi, do këtë në Amerikë, pasaj plani të shkoj në Belgjik, dhe pasaj të vejnë Itali të vetë për të zbarku në Shqipëri. Ndonjë këtu, të nesme një prej biletën për në Bukuresht, mos vitë në rrugët e Karavut, për të më gjurëmët, iku Bukuresht ajë. Pra dhe këto e mas jepen, fjeti që janë byllura. Këto janë kapura kështu. E pra, nuk jeme që... Dhe, hyri lojë, drejtori zbulimit jashtëm. Dhe, ambasadë tonë që janë agendë brenda ambasadë, filluan veprimet, e ndoqen unis zotëria me dashtoren e KGB-s, anë dhe në Bruxelles, fe trenet në Bruxelles. Ky hipi trenit për Itali, ajo këthy për në Amerikë. Italia kështë marrë udhëzimet, 2 kita sekretari parë, Furgjiu sekretari 2 zulusatarën, i thashe me emra unë. Heronjë, ndoqen këshim për gjithë levizit e tia, ku vajti mori armët, ku prositi anien për ta marrë fare, sa veta ishin, në cilë hotel do flinin, kur do nisëshin. Ku që drejton të operacionin? Operacionin, 2 sekretarë të zbulimit. Do në gjithka i raportonin Kadriut? Dale, pritë është. Dhe kjanë dhe ja me shifër, të përgjën dërgoni me ministrit, bam, komplementar. Jo, ishe ministrë mbrojtje kuja. Ja të kërënë sajt. Dhe, mas i morë gjithë të zëna, dhe a ju vendos